Programi i vetpunësimit i zbatuar nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit Profesional po vjon për të 5 vit rradhëzi në Shkodër. Aplikimet për regjistrim do të jenë të hapura deri me 4 qershor. Eceria është shumë e mirë, jemi duke marrë për çdo ditë aplikime nga të rinjt të cilët janë të interesuar për programin e vetpunësimit. Të gjithë të rinjt të cilët janë të papunë aplikojnë pranë zyrave të punësimit drejtorisë rajonale në Shkodër. Me pas bëhen pjesë të programit të vetpunësimit me aplikimet e tyre që zgjat deri me 4 qershor. Të rinjt që kanë aplikuar me një ide biznesi do të trajnohen për një periudhë 3 javore dhe faza tjetër është vlerësimi i ideve dhe shpallja e fituesve. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Punësimit në Shkodër, Julian Jana, bën ditur se projektet e propozuara nga aplikantët për grandet e këtij viti janë kryesisht të orientuara drejt shërbimeve në komunitet. Idetë e bizneseve janë nga më të ndryshme, por kryesisht ka ide të biznesesh të cilat janë fokusuara më shumë tek shërbimet dhe prodhimi. Këtë vit bëhet e ditur se ka pasur më shumë aplikime, kjo me faktin e rritjes së vlerës së grantit, i cili është dyfishuar që nga viti i shkuar, që shkon deri në 1 milion lekë të reja, nga 500.000 që ishte vitet e mëparshme. Rritësia ka filluar që nga viti 2025, ku fondi është dyfishuar nga 500.000 lekë të reja në 1 milion lekë të reja, e cila është një mundësi edhe më e mirë për të financu idetë inovative dhe idetë më të ndryshme që të rinjt kanë. Gjatë 4 viteve të para të zbatimit të programit, në qarkun e Shkodrës kanë përfituar nga grantet gjysej 159 përkërkues të papunë, ku 48 vetëm vitin e shkuar. Programi i vetpunësimit ka filluar në vitin 2021 dhe deri në këtë moment që ne flasim, në qytetin e Shkodrës janë financuar 159 ide biznesi nga programi i vetpunësimit. Ka pasur fillimisht në vitin 2021 vetëm 15 aplikime dhe në vitin 2025 që e mbyllëm kemi shpallur 48 ide fituese. Që do me thënë interesi është i lartë dhe vazhdon të jetë edhe më i lartë.